Kompania Eagle Mobile ju është gjendur pranë të gjithë fëmijëve të sëmurë me zemër në repartin e pediatrisë në QSUT, duke u shpërndarë atyre dhurata dhe lodra në rastin e festave të fundvitit. Drejtori i kësaj kompania Alita Shkin është shprehur i lumtur që Eagle Mobile ndihmon sadopak që këta fëmijë të kalojnë festa të gëzuara edhe pse janë larg ambienteve familjare. Kompania telefonike Eagle Mobile ju është gjendur pranë fëmijëve të sëmurë me zemër në repartin e pediatrisë, pavioni i kardiologjisë, duke u shpërndarë këtyre fëmijëve dhurata me rastin e festave të fundvitit. Gjatë fjalës së tij, drejtori Eagle Mobile, Alita Shkin, ka nënvizuar nevojën që këta fëmijë kanë për të gjendur pranë në këto ditë festash. En büyük, en önemli verdiğimiz konulardan bir tanesi de çocuklardı, yetim çocuklardı özellikle. Rëndësishme që mbyllim vitin 2010 këtu së bashku me fëmijët, me këta fëmijë të cilët janë larg familjeve të tyre, janë larg shtëpisë të tyre dhe ndodhen të shtruar këtu për arsye shëndetësore. Për neve kjo është me të vërtetë shumë e rëndësishme. Spitalit në Tereza, qendra spitalore universitare, Eagle Mobile do të vazhdoj të qëndrojë në krah dhe do të vazhdoj ta mbështesë jo vetëm sot me këtë aktivitet për këta fëmijë që janë të shtruar këtu, por edhe me projekte të tjera. Bunun yanında özellikle Mother Teresa Hastanesi'ne ilk Në repartin e kardiologjisë pediatrike me kapacitet prej 40 shtetërish, janë të shtruar fëmijë të sëmurë me zemër të cilët i nënshtrohen një përkujdesje të gjatë mjekësore dhe në shumë raste është dashur ndërhyrja kirurgjikale për të përmirësuar gjendjen shëndetësore të tyre.